Jemi mësu me folë për dobitë e Ramazanit përgjithësi, por është një detaj specifik shumë e vogël për cilën folim shumë pak. Ajo është koha e iftarit. A e keni pa kur nuk është Ramazan dhe vjen koha drekës darkës, edhe nana vazhdimisht duhet me i thirr krejt anëtarët e familjes, hajde se u bo dreka, hajde se u bo darka. Edhe krejt rinë të thonë, qese erdha. Qese erdha. A realisht kalojnë disa minuta pa ardhur dhe pa u fillu dreka ose darka. E kjo është një ndër madhështitë e Ramazanit që na pak folim për ta, koha e iftarit. Në kohë të iftarit të gjithë jemi në tryezë bashkë, në të njëjtën kohë, në të njëjtin minutë. Krejt ju drejtu Zotit me lutjet, cilat i kemi të nevojshme për veten, për brengat edhe hallet tona, cilat ndoshta askush nuk i din, përveç neve edhe Zotit ton. Sepse nëse ndonjë raporti mes familjarëve është prek paksa gjatë përditshmërisë son, atëherë është koha e iftarit ku neve na obligon që të qëndrojmë bashkë, të bisedojmë bashkë, sepse e kemi patjetër të jemi në të njëjtën tryezë. Dhe të jetë ky Ramazan koha kryukthesh njerëzve me cilët ke mujt me pas një natë të pasgjidhur, sepse kjo jetë është kalimtare dhe në fundit inati fillimisht na lëndon neve dhe mandej tjetrin.